Në disa fshatra të Malësisë së Madhe, banorët po jetojnë me pasiguri të vazhdueshme për shkak të shtimit të çakeve, të cilët janë afruar deri në periferi të Koplikut. Vetëm në fshatin Kosan, gjatë 10 ditëve të fundit janë raportuar sulme të shumta ndaj bagëtive të imta, qenve dhe shpendve, ndërsa disa prej këtyre gabriçarve janë futur edhe brenda oborrave familjare. Domi është 3 kokra, mi ka hongër rrethim ditën për diell. Ka hin një rovinja aty, më ka hongër 3 shtjerrat e njom, që kanë lesim jetë. Po të harrojnë derën e koridorit hapun, edhe fëmin mund futen men. Lene sa baktie, sa pula, sa qene, sa maca, ku diun tira, që na mëten. More dhe men shpit, thashun. Ba me kënë dera hapun, rasen men në koridor. Kena banjët men, se me pas banjën jashtë asim zot me dalë. Për vetin kam një mua dhe një më të bashkë. Dhe gojtë si janë shtua. Këtu anë një problem shumë i malë. Më kanë hi men, më kanë hangër se baktin, po se baktin, hajt ne ka hangër nara, po më kanë hi tu men në bërë se e kam turën që se sa është, më kanë hi hangër bibat, balajt, në pëm kanë hi ka hangër, edhe kam ndryshim këj shpinë. Si që të këto, i thë më ka hangër blok, po më ka hi men. Këto kafsh gabriçare po lëvizin në Kope, duke sulmuar çdo xhalles që hasin, ndërsa pasojat po ndihen edhe në sektorin e turizmit, pasi prania e tyre ka friksuar turistët dhe ka krijuar pasiguri tek bizneset e zonës. Sipas institucioneve të varësisë së Ministrisë së Bujqësisë, situata është e njohur dhe po monitorohet, por ndalimi i vrasjes së çakeve e bën ndërhyrjen të vështirë. Ata shprehen se po analizohen mënyra të tjera ndërhyrje për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme për komunitetin.